Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës së radhës. Fillimisht duhet që ta ziejmë krimin. Në një tenxhere më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë 1 litër me qumësht. Tani vazhdojmë te qumshti, të shtojmë 7 lugë gjelle me sheqer. Të trashur krimin, kemi nevojë për 2 pako puding, por puding me aromë të vaniljes. Vazhdojmë i shtojmë të 2 paketimet këtu tek qumshti. Përzijmë mirë që brenda mos na mbesin grutka dhe vazhdojmë në zierje. Në zjarr mesatar, duke e zier dhe duke e përzier pa ndërprer, që krimi mos na ngjitet derisa pudingu të fitojë trashësinë e dëshiruar. Tani që pudingu po zihen dhe është trashur, e largojmë mënjëherë nga zjarri. Tani pudingun sipër e mbulojmë me nylon foli, që mos na vëndon kurrë krimi, dhe lejojmë që të ftofet për afërsisht 30 minuta. Nëse doni që t'ju ftofet më shpejt, mundeni që ta vendosni në frigorifer, por jo më pak se 20 minuta. Dhe pasi që krimi është ftofur, e largojmë nylon folin. Tani kemi nevojë për 250 gram gjalp ose margarin, por duhet bëni kujdes, gjalpi ose margarina duhet të jenë zbutura në ambient të dhume, më spaku 2 deri në 3 orë. Vazhdojmë dhe e përzijmë me mikser për disa minuta, derisa na bëhen bashkë. Pasi sigurohemi që e kemi përzier, vazhdojmë dhe e ndajmë kremin në 3 pjesë të barabarta. Tani do të kemi nevojë për jafa keksa. Në total do të përdorim 250 gram jafa. Do të vazhdojmë që t'i prejmë me thikë në copëza më të vogla. Mund të përdorni me cilën do shije që ju keni dëshirë. Unë po i përdor jafa standarde me shije të portokallit. Tani te pjesa e parë e krimit i shtojmë jafa keksat të coptuara. Përzijmë mirë tani, derisa të gjitha na bëhen me krimin. Tani te pjesa e dytë e krimit do të shtojmë ara. Në total ara do të shtojmë 200 gram. Me kujdes, përzijmë mirë. Dhe te krimi i tretë do të shtojmë 100 gram me kokos. Përzijmë me kujdes. Tani kemi nevojë për biskota të thjeshta, nga të cilat përgatisim ëmbëlsira të ndryshme. Secilën biskot vazhdojmë dhe e zhysim në qumësht të ftoftë, vetëm për 1 deri në 2 sekonda, jo më shumë. Pasi e rendisim rendin e parë me biskota, vazhdojmë që sipër tani ta shtojmë krimin e parë, krimin me jafa. Ta përhapim me kujdes mbi tërë sipërfaqen e ëmbëlsirës. Me ndihmën e lugës e përhapim mirë mbi tërë sipërfaqen e biskotave, sigurohemi që të na del e barabartë mbi të gjitha biskotat. Vazhdojmë tani me rendin e dytë me biskota, njëjtën mënyrë i rrotullojmë në qumësht të ftoftë, vetëm për 2 sekonda dhe i rendisim sipër. Vazhdojmë tani në rendin e dytë ta shtojmë krimin me ara. Nëse krimi me ara nuk ju ka trashur mjaftueshëm si ki këtu, lirisht mund t'i shtoni 2 lugë gjelle biskota bluara. Por nëse e keni të trash, sikur ki këtu që po e paraqesun në video, mos shtoni asgjë tjetër. Tani sipër krimit me ara, vazhdojmë shtojmë edhe një rend me biskota, cilat i lagim qumësht të ftoftë. Në fund e shtojmë krimin me kokos.
Kremi me kokos gjithmonë bëhet më i trash, pra mund ta vrini. Nëse ju është trashur shumë dhe nuk mund ta hapni, lirisht shtoni pak çumësht për ta holluar. Por konsistenca e kremit me kokos duhet të jetë kështu pak më e trash. Dhe tani më kemi përfunduar me renditjen e të gjitha biskotave dhe kremit. Vazhdojmë që sipër t'i shtojmë çokoladë. Tani në një hinë më të vogël do të shtojmë 150 gram çokoladë. Unë po përdor çokoladë të qumshtit. Të radhë të çokolada do të shtojmë pak vaj, dikun 2 lugë gjelle, dhe vendosim në zjarr të ulët duke e përzier pa ndërprer derisa çokoladat na shkrihet tërësisht. Vajin e shtojmë që çokoladat na shëndrit më shumë tek ëmbëlsira. Dhe tani me çokoladën e shkrir e mblojmë tërë sipërfaqen e ëmbëlsirës. E përhapim me lugë që çokolada të përhapet mbi tërë tortën. Dhe tani gjithçka që duhet të bëjmë është që të presim që ëmbëlsira të ftohet dhe të shtrëngohet. Sa më gjatë pushon, aq më e mirë bëhet, aq më shumë shtrëngohen rendat, aq më lehtë do ta keni edhe ju për ta shërbyer. Unë zakonisht këtë lloj të ëmbëlsirave lejoj që të ftohen gjatë tërë natës dhe ditën e nesërme i shërbej dhe i prej në copsa më të vogla. Njëjtën gjë sugjeroj ta bëni edhe ju. Dhe pasi ka pushuar për disa orë torta në frigorifer, tani është e gatshme për të vazhduar dhe për ta shërbyer. Pasi këtë ëmbëlsirë po e përgatis për mysafirët e bajramit, pjesët nuk do t'i bëj shumë të mëdha, do t'i bëjmë pak më të vogla, që të mund të shërbejmë sa më shumë mysafir. Dhe të dashur miq, ëmbëlsira është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju për festën e bajramit dhe do ta shijoni bashkë me të dashurit e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.